Zgjini lëvorën e patateve dhe zgjidhni një nga problemet më të mëdha të femrave. Pas kalimit të viteve të 30, femrat hasen me një nga problemet më të mëdha të tyre, siç janë thinjat. Në fakt, ky është një kusht i cili ju ndodh të gjithëve pavarësisht moshës. Dëshira e çdo femre do të ishte që ta menjanonte në maksimum. Megjithse ekzistojnë produkte të shumta komerciale që mundësojnë fshehjen e thinjave, ne do t'ju paraqesim një metodë më natyrale, e cila thuhet se ka rezultuar efektive. Merrni 2 kokra patate dhe lajini bashkë me lëkurën. Qërojeni patate dhe lëkurën e tyre hidheni në një tenxhere së bashku me gjysmë litër ujë. Lëreni të valojnë për disa minuta dhe me lëngun e krijuar, shpëlajini kokën të paktën 2 herë në javë. Gjithmonë para se të drejtoheni tek produktet e shtrenjta, provoni këto receta natyrale.